Mumin Efendiu tani më ishte një personalitet me kualitetet të larta, të dijeve fetare islame, pasi që fakultetin e shariatit në Al-Azhar i kishte kryer me suksese shumë të larta, duke u ranguar si studenti më i mirë i gjeneratës. Ai tani po kthehej nga Kairoja si një kuadër profesionist i lëmit të jurisprudencës islame, si njohës i mirë i shkencave fetare dhe të gjuhës arabe. Jeta studentore në Kairo dhe shoqërimi me njerëz të ngritur të kohës kishin ndikuar tek ai që ta shoh botën pak më ndryshe se rrethi nga ku kishte dalur. Në ato kohë, tyre shqiptare po kalonin një fazë tranzicionale shumë të vështirë, dhe të ngulfatur si në aspektin politik, ekonomik, po ashtu edhe në atë kulturor. Shqiptarët po i kalonin ditët më të vështira të historisë së tyre në thundrën serbe, e cila u kishte lënë vetëm një shtek të vogël sa për të mbjetuar qoftë ekonomikisht, qoftë në aspektin social e kulturor. Shumë pak njerëz të shkolluar e të emancipuar kishte në radhët të shqiptarëve, sepse sistemi arsimor ishte shumë i kufizuar. Gazeta ka qenë diçka e huaj për shqiptarë, sidomos në zonat rurale, kurse për botim të librave dhe aktivitetet kulturore asgjë është biseduar. Edhe analfabetizmi ka qenë shumë i lartë, sepse shumë gjenerata e kishin arritur perandorinë osmane, shkrim leximin e kishin bërë në gjuhën osmane, i tani më ishte ndërruar alfabeti dhe gjithçka tjetër sa i përket arsimit dhe edukimit. Gjeneratat më të reja po mosonin një shkrim tjetër nga i prindërve, por dhe gjuha si ishte e tyre, po mosonin në gjuhën serbe, kurse alfabeti shqip ende ishte i panjohur për ata, sepse Shqipëria nuk ishte këto troje nën administrimin e vet. Me një fjalë, te kjo popullat arsimi ishte i pak. Mumin Efendiu nga Kairoja duhet i shkruar në fund të vitit 1934 ose në fillim të vitit 1935. Mumin Efendiu para xhamatit të Slupçarit ishte paraqitur krejtësisht ndryshe nga koha e para se të shkojë në Kairo. Ai i veshur me kostum e kollare dilti për ta mbajtur ligjëratën e xumas në Slupçar, por ligjeronte në këmbë e jo ulur, siç ishte tradit në atë kohë. Stili të folurit dhe mënyra e të shpjeguarit ishte larg nga ajo që ishte mësuar të dëgjojë xhamati asaj kohe. Prandaj nuk e kishte pëlqyer shumë që mënyra të veshut dhe e të ligjëruarit xhamatit të xhamisë, e sidomos gjeneratave më të vjetra. Tregohet nga dëshmitarët e kohës se me këtë rast disa prej pleqjve të katundit kishin pas thënë: "Na e çum u bë hoxh e ky ka na bashkar." Kjo mënyra e reagimit të xhamatit të asaj kohe është e kuptueshme, sepse ata nuk kishin mësuar të shohin një hoxh të veshur a la franca, dhe kjo u ka tërhequr më shumë mendjen se sa përgatitja e tij profesionale, sepse rrethanat e emancipimit dhe vetdijes popullore vërtet kanë qenë në një nivel të ulët, prandaj edhe nuk kanë mundur ta pranojnë një ndryshim aq radikal në një mes ku gjithçka ka funksionuar me të vjetrën. Në atë periudhë kishte ndodhur që të kalojnë disa tregtar arab që kishin pasur nevojë për një përkthyes. Dikush e kishte njoftuar Mumin Efendiun për këtë gjë dhe ai i takohet me tregtarët e huaj. Në bisedë sipër, ata e kanë vërejtur se shumë bukur po fliste gjuhën arabe dhe pyesi se nga cili vend arab është. Kur i tregon se është nga Slupçani, ata çuditen, si ka mundësi aq bukur ta flas arabisht një njeri që nuk është arab. Primin nga Kairo, një ditë në xhami, Aga Qaz dhe Aga Hevzi i thonë: "O Mumin, apo thërret e zanin se po kemi dëshirë me dëgju prej teje", sepse ai vërtet kishte pasur zë shumë të bukur dhe shumë bukur i kishte kënduar ezanin. Hoxha u kthen: "E dini se si është kjo punë? Sikur unë të ju them juve dyve se apo i merrni lopë tek kanun me ilshu në mal." Çka kishte me u përgjigje? Ata i thonë: "Po ne nuk jemi për këtë punë, se ne jemi agallar." Ai u kthen: "Por edhe unë nuk kam shkuar në fakultet për mësuar se si thirret ezani, por kam shkuar për gjëra më të rëndësishme. Me këtë ka tentuar që t'u bëjmë me dije se Islami është shumë më gjerë se sa ezani e namazit dhe duhet të fillojnë të ngriten sa më shumë e jo të mbeten në nivelin e njohurive elementare."